Disa ditë më parë, në qendër të vëmendjes publike doli emri i Shpresa Breçanit, mbesës së ish kryeministrit dhe kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha. Sipas dokumenteve të publikuara nga pamfleti, ajo rezulton e lidhur me hotelin luksoz Royal Hill në Vor, në urtakëri me Elisaveta Treskën. Elisaveta Treska është drejtoreshe e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi në Tiranë, emëruar nga kryeministri Edi Rama, fakt që e bën këtë lidhje edhe më problematike për shkak të lidhjes pozit-opozit të qarkullimit të miliona eurove tender në sektorin e shëndetësisë. Pas publikimit të lajmit, Shpresa Breçani e mohoi urtakërinë, duke deklaruar se nuk ishte pronare, por administratore likuidimi e caktuar nga gjykata, por sipas dokumentit zyrtar, administratore falimenti rezulton vetë Elisaveta Treska dhe jo Shpresa Breçani, duke hedhur hije dyshimi mbi deklarimin e saj publik. Ky detaj e thellon më tej dyshimin për një pazar politik mes qeverisë dhe familjes së kreut të opozitës, kontrollin e sektorëve publik dhe privat, veçanërisht aty ku përqendrohen fonde dhe tender të mëdhenj. Emri i Shpresa Breçanit nuk del për herë të parë në skema të tilla. Sipas pamfletit, ajo shfaqet vazhdimisht në afera financiare dhe biznese të lidhura me pushtetin, rolin e ekspertes kontabël, administratores së falimentimeve, pronare e tokash, hotelesh dhe ndërtimesh. Ajo përmendet si eksperte bilancesh te kompania Alba Demil, e lidhur me fabrikën e Gërdecit, ku përmenden emrat e Shkëlzen Berishës dhe Mihal Deliorgjit, shfaqet në bilancet e kompanive Rudnep, Blenkers Petroleum, Rompetrol dhe Petrol Slovenia Tirana, të lidhura me Damir Fazlić dhe Argita Berishën, si dhe në projektin e tunelit të Llogaras. Emri i saj del edhe në bilancet e kullave Partizani, të dërtuara nga Jamar Bërmaltezi dhe Fatmir Bektashi, në privatizimin e Armos nga Rezar Taçi, sponsor i fondacionit të Lieri Berishës, si dhe në falimentimin e televizionit Alsat, lista avion me kompaninë ajrore Bel Air, që la pa fluturime mbi 53.000 qytetar, si dhe 10 kompani të tjera të çuara në falimentim, ndërsa pasuritë të shumta figurojnë në emër të bashkëshortit Feriz Breçani dhe djalit Endrit Breçani, përfshirë edhe një leje ndërtimi të dhënë nga kryeministri Edi Rama në zonën e Lalzit, një emër që del vazhdimisht, një pushtet që ndërrohet, por skema mbetet e njëjtë.